rreth 500 ndërmarrje të shitura kanë grumbulluar vetëm 600 milion euro. Kanë lënë një shoqëni me një pagë minimale 130 euro dhe 150 euro. Kosova, në procesin e privatizimit të saj, e cila është një politikë e djathtë, ka pasur një prej privatizimeve ose proceseve më të egra që kanë ndodhur. Pra nëse e sheh potencialin e saj ekonomik, dikon rreth 500 ndërmarrje të shitura kanë grumbulluar vetëm 600 milion euro. Nëse krahason me rajonin, vetëm një ndërmarrje shitur ka pasur vlerë 600 milion euro. Kjo, përveç potencialit ekonomik të më të tjeshëm të zhvillimit, ka nënkuptuar edhe shumë vende të humbura të punës, edhe aspektin e fuqisë industriale të Kosovës. E gjithë kjo e ka kriju një disbalancë në shoqërinë tonë. Ka kriju grupe shumë të fuqishme, të cilet kanë përfituar nga këto asete, e raportet të shumta të ndërkombëtarëve tregojnë që nga vlerësimi fillestar, shumë nga këto asete janë shitur ndoshta me çmim 60% më të ulët se sa vlerësimi fillestar. Pra kanë marrë asete të fuqishme me çmim shumë të ulët, e në anën tjetër kanë lënë një shoqëni me një pagë minimale 130 euro dhe 150 euro. Kjo ka kriju një disbalancë edhe në ekonominë, që ka pas nevojë që t'jepet një infuzion edhe nga instancat shtetërore, që të ketë mundësi më të barabarta karshi ekonomisë, edhe trajtim më dinjitoz karshi potencialit të punëtorit dhe dignitetit të punëtorit.